Jeni duke shoqëruar edhe më tutje me emisionin sot këtu në KTV. Është koha që të zhvillojmë bisedën e dytë në studio. I kemi të ftuar këtu disa nga përfaqësuesit pra të shoqatës së stripmartistëve. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Është Ganis Unduri, është kryetari i shoqatës. Përshëndetje. Faleminderit. Mirë se keni ardhur. E kemi Bardhyl Dobrën, përkthyes këtu. Pasi që do të përkthej gjithë bisedën që do të flasim, Cent Allatar është një artist që kemi të ftuar. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën. Po nisi me ju, zoti Gani, mund të na shpjegoni fillimisht për rolin e shoqatës tuaj dhe pastaj do t'i kthehemi edhe festivalit, i cili është pra festivali për strip dhe karikatur. Shoqata jon këtë vit edhe feston 10 vjetorin e formimit të shoqatës. Këtë vit vendosëm që të kemi edhe disa aktivitete ndryshme, masi që është edhe viti jubilar i festival i shoqatës. Zakonisht që viti i 8 është i festivalit që të bëhet sonte në Prizren, është i 8 ndërkombëtar i stripit dhe karikaturës, dhe ne si shoqatimi duke menduar që të ngrisim nivelin e artit të nënt, si quhet stripi dhe karikatura, dhe të vetëdijosojmë pak rinin lidhje me stripin, karikaturën dhe që ka lidhje me diçka me artin e nënt, ku e përfshihet edhe filmi animuar. Kur është themeluar shoqata juaj? Është themeluar me 2002-ën si shoqatë jo profitabile, NGO, dhe deri më sot kemi vepruar që 10 vite. Veproni që 10 vite si shoqat, por ky festival si ka lindur ideja që të vijë këtu, thashë që ndoshta për të ngritur më tepër dëshirën për artin në përgjithësi. Po, është ajo që të ngrisim nivelin e artit dhe të stripit dhe karikaturës. Po, dhe kështu shoqata mirët edhe me botimin e stripave, me organizimin e kurseve për art, me mbajtjen e festivalit, me pjesëmarrje të ndryshme në vende tjera të festivalit, dhe është në një nivel, mund të them tani që për 10 vite kemi arë në një nivel shumë të mirë dhe në pozitë të mirë, ku shihet edhe vetë fakti në festival kemi të ftuar dhe pjesëmarrës artistë të njohur nga bota. Zoti Allatar është pjesëmarrës këtu, do të na ndihmoj pra Bardhyli edhe në përkthim. Më intereson të di se si po ndjehet tash pasi që është pjesëmarrës në këtë festival dhe çfarë përret nga festivali. Comment vous sentez-vous en tant que participant de ce festival et qu'est-ce que vous attendez de ce festival? Alors moi, là, si je participe à ce festival, bon, c'est vrai que j'ai travaillé très longtemps chez Disney, travaillé sur Hercule, Cusco, Tarzan, des longs métrages, et en fait, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est un festival qui est très international. Et je trouve ça très bien par rapport au Kosovo, dans le sens où il y a une ouverture qui se fait sur tout le monde entier, quoi, tout simplement. Kam punuar për kohë gjatë për Walt Disney, stripbukat si Tarzani, Herkuli e tjera. Dhe ajo që më pëlqen për festivalin e comic book në Kosovë është se është internacional, dhe më thonë keni ftuar prej gjitha vendeve të botës, prej disa nga vendet. Po, çfarë do të prezentoj në këtë festival? Qu'est-ce que vous allez présenter dans ce festival? Alors, ce que je vais présenter, d'abord, j'ai dévoilé la technique que j'ai utilisée pour le film de Tarzan. Ça va être un petit secret professionnel qui va être dévoilé. Spari do ta shpalos teknikën që kam përdorur për Tarzanin, filmin e Tarzanit. Është një sekret që do të zbulohet. Parce que j'ai fait tous les décors en fait sur 20 minutes du film de Tarzan, sur Cusco, l'introduction du film, et je vais montrer et expliquer aux personnes qui seront là comment on arrive à faire ça, c'est-à-dire avec les workbooks, qui est entre guillemets la façon de présenter un film. Kam bërë 20 minutat filmit Tarzanit, dekorin për 20 minutat filmit Tarzanit, dhe do të shpalos ato teknika që kam përdorur për pjesëmarrës që do të jenë aty, teknikat që kam përdorur për filmin e Tarzanit dhe Cusco, që deri më tash në fakt nuk i ka shpalosur. Voilà, et ensuite, l'objectif après, c'est surtout échanger avec tous les artistes internationaux que grâce à Gani, on va pouvoir connaître aujourd'hui, cet après-midi, à l'ouverture du festival. Dhe objektiva tjetër është që të kemi këmbime me artistë të tjerë që fal Ganis jemi mbledhur gjithë këtu sot, të kemi këmbime professionnels me ta. Et ce que je veux surtout dire, c'est remercier l'ambassade de France qui nous a énormément épaulés pour ce festival. Dhe ajo që dua të theksoj është një falënderim për ambasadën e Francës që na ka përkrahur shumë në këtë festival.
voilà, grâce à qui en fait il y a une ouverture internationale et le dessin c'est le langage international. Voilà. Falë të cilës ka një hapje ndërkombëtare këtij festivali, edhe dua të theksoj që stripi është një metodë e komunikimit ndërkombëtar. Il n'y a pas de frontières. Nuk ka kufi në këtë lami. Më intereson të di pse pikërisht Tarzanin. E ka zgjedhur si personazh ta quaj kështu. Pourquoi vous avez choisi Tarzan comme personnage? C'est pas moi qui ai choisi Tarzan, c'est les producteurs qui ont choisi mon style de dessin. Nuk jam unë ai që kam zgjedhur Tarzan, por janë producentët që kanë zgjedhur këtë personnage. En fait, j'ai été sélectionné pour faire une grosse majorité des décors de Tarzan. Cusco, pareil. Et en fait, c'est une chance on est 2500 chez Disney. La chance a fait que le réalisateur a voulu que ce soit moi qui fasse les décors de ces deux films-là. Plus Destino avec Dali, en passant. Janë producentët pra që kanë zgjedhur në mesin e 2000 punonjësve të Walt Disney që kanë zgjedhur Gjentin për këtë punim. Edhe nuk ka qenë ky pra që ka zgjedhur, por ka qenë një seleksionim prej producentëve. Përpos artistit Allantar, kush do të jetë tjetër pjesëmarrës, sa artist do të jenë pjesë të këtij festivali në komunën e Prizrenit? Në Prizren sonte në hapje do të jenë prezente 16 mysafirë, si që është edhe këtu centi do të jetë një prej artistëve nga Franca. Kemi 2 artistë nga Italia, prish shtëpisë botuese Sergio Bonelli, Aleksandr Bocin dhe Fabiana Ambon. Kemi 2 nga Turqia, Yildiray Çenar dhe Hakan Tajak që vizatojnë për DC Comicsin Amerikan. 2 nga Çiproja, 1 nga Bullgaria dhe 4 ose 5 janë nga Maqedonia. Kemi po ashtu edhe... Të që nga Kosova? Nga Kosova kemi karikaturistin, një ndër karikaturistët më të njohur dhe më të mirë që para 2-3 jave edhe e ka marrë çmimin e artën në Greqi, në Çipër, Agim Krasniqin Kragin dhe Mentor Berishën nga Prishtina. Do të jetë festivali me karakter garues dhe do të ketë çmime për të shpërblyer më të mirët? Ky festival deri më sot kur nuk ka qenë garues ose me ndonjë temë të caktuar. Tema është e lirë. Tema është e lirë, mund të them edhe arsyem që nuk mundemi për shembull si Centi është një artist shumë i zonëm që të vizaton posaçërisht për festivalin. Nuk kanë kohë artistë të njohur botror që të vizatojnë posaçërisht diçka 10 faqe ose 15 për një festival. Për këtë e lojmë çdo herë temën e lirë dhe ata të na dërgojnë punimet e tyre më të mira dhe më të përzgjedhura nga ai që ai vetë dëshiron. Dhe për këto nuk kemi kështu gara ose kështu, po do t'i falenderojmë të gjitha artistë për pjesëmarrje dhe mund të them kështu që karikaturisti ynë nga Kosova, Agim Krasniqi, që është edhe i merituar, do ta merr nga shoqata çmimin e merituar për artin e tij dhe veprat e tij. Keni menduar për akomodimin e gjithë atyre artistëve që vinë prej vendeve të tjera? Do të qëndrojnë ndoshta në Prizren apo do të keni mundësi që të vizitojnë pse jo dhe shtetet të tjera të Kosovës, të njihen më tepër për vendin, kulturën tonë, traditat? Për akomodimin të gjithat kemi menduar, ata janë të vendosur në një hotel shumë të mirë dhe po ashtu kemi plan programe që të bëjnë shëtitje nëse vizite në disa vende turistike të Kosovës. Posaçërisht kam dëshirë të njohin mirë edhe Prizrenin, lidhen e Prizrenit ka lanë objektet kulturore, fetare ose të tjera, trashëgimore. Me siguri ato do t'i vizitojmë dhe do t'a njohin mirë edhe Prizrenin edhe Kosovën. Allantar, ka pasur rast që të vizitoj ndoshta këto prej monumenteve tona historike dhe ai ka pëlqyer diçka, çka kam na veçu për sot. Est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter un peu les monuments historiques? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a tapé à l'œil? Oui, ici. Pas pour l'instant, mais je le ferai, c'est certain. Për momentin jo, nuk ka pas kohë, vetë sa ka ardhur, por sigurisht që do të vizitoj atë. Surtout pour l'accueil qui est fait par le pays. Kryesisht duhet veçuar mikpritja e kosovarëve të nënë shtetit që i bën të huajve. Që njihet si traditë shqiptare. Et comme je suis architecte à la base, bon, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à voir. Dhe siç nuk e di nëse e dini, por është arkitekt me profesion, fillimisht. Thotë që ka shumë për të vizituar, domethënë për të parë dhe pse jo për të inspiruar. Por për shkak të që keni në dorë si një lloj libri,
su ta quaj më mirë, apo është ndonjë fletush me përmbledhjet punimeve, më të na shpjegos se çka është, sepse ndoshta edhe shikuesit janë kundërshtar të dinë për të. Kjo është katalogi i këtij viti të festivalit, është i 8 merar, është 100 faqe dhe këtu janë gjitha punimet e mysafirëve pjesëmarrës. Çdo artist ka aty diku 6 deri më 7 faqe të prezantuara të punimeve të tyre. Është një katalog shumë i bukur që vlen të ketë dikush në koleksionin e tij nëse është adhurues i këtij lëmie. Jemi munduar që të bëjmë një katalog shumë më të mirë dhe më perfekt. Besoj që edhe do të jetë, kjo është një nga punimet e artistit italian Fabiano Ambo, që ka vizituar dhe zgjodhëm si poster i ballinës së parë. Edhe për Allantar, pra kam një pyetje me miqt të vendit tonë. Sa ka arrit që të ndajnë ato mendimet, përvojat të vendit të tij me ato të vendit tonë dhe çfarë përshtypje ka fituar? Est-ce que vous avez pu partager vos expériences de votre pays avec les artistes du Kosovo ou quelle est votre impression sur... J'ai pas eu encore l'occasion, justement, grâce à ce festival, c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Je vais en rencontrer beaucoup, de ce que j'en ai pu comprendre, et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir partager tout notre savoir-faire, et le lien, ensuite, il va se créer aujourd'hui. C'est-à-dire grâce à vous, grâce à cette télévision, grâce à tout l'accueil qui est fait, entre autres par Gani, et puis voilà. Për momentin nuk e ka pas mundësi të ndaj eksperiencë me artistë tjerë apo artistë në Kosovë thjesht. Sot ka ardhur dhe pasditja e sotme do të jetë fillimi i çata quajat një krim të marrëdhënieve të bashkëpunimit me artistë kosovar, edhe shpresojmë që fal këtij festivali do të krijohen lidhje, do të krijohet bashkëpunim. Thjesht fal Ganiu që ka arritur të sjellë gjithë artistë në një vend, të më thonë për këtë festival, edhe shpresojmë që bashkëpunimi të vazhdojë. J'ai essayé de faire le lien surtout entre le Kosovo et Paris. On n'est pas très loin, l'Europe s'ouvre, donc c'est le moment ou jamais. Do të mundohem ta krijoj një lidhje në mes Kosovës dhe Parisit, nuk jemi larg, Europa po hapet dhe do të shfrytëzuar kjo mundësi që të ketë një bashkëpunim sa më të frutshëm. Para se të vije në Kosovë, çfarë përshtypje ka pas? Avant que vous arriviez au Kosovo, quelle était votre impression, votre idée du Kosovo? Très sincèrement, je ne connaissais pas vraiment le Kosovo. J'ai regardé sur Internet, il y avait quelques belles images et tout. Je me suis dit, il faut y aller. Et grâce à Gani, en fait, je me suis dit, c'est la bonne occasion. Et on y met les pieds. Et le plaisir, il est là. Et on boira le thé ensemble, bientôt. Para se të vinte në Kosovë, nuk e kishte thjesht idenë se çfarë ishte Kosova, ka shikuar në internet, thotë se kam pa disa imazhe të bukura të Kosovës, edhe mendova që është rasti që nuk duhet humbur për ta vizituar këtë vend, dhe fal Ganiut, jam këtu e besoj që do të fillon një bashkëpunim dhe thotë Ganiu që do ta pijmë edhe çajin bashkë pas dite. Me siguri, çajin e donë edhe kjo. Mirë shumë, zoti Gani, të bëjmë tani edhe një thirrje për gjithë ata të cilët duan të jenë pjesë të këtij festivali, si është e mundur pjesëmarrja atyre? Pjesëmarrja çdo artistit kosovar është e lirë dhe çdo kush mund të sjellë punimet e tij që të marrin pjesë në këtë festival. Kam dëshirë, posaçërisht të madhe që sa më shumë artistë kosovar të marrin pjesë. Qëllimi i shoqatës dhe organizimit të këtij festivali është që të ngrisim nivelin e artistëve kosovar. Është lehtë për një francez të punon ose për një italian mund ai të plason stripin të shet diçka ose të bën. Po pak ne kemi vështirësi dhe për këtë kemi nevojë që edhe të nxjerrim artistë të ri. Po besoj që ishte edhe pak si befasi që janë lajmëruar shumë personal të këtij lloji të artit që dëshirojnë të marrin pjesë sonte në hapje. Ta shohin si është dhe të binë punimet e tyre ose mua të më tregojnë për kualitetin dhe punimet e tyre ose centit ose do një artisti tjetër që ta vlerësojnë ku janë, në çfarë nivel të punimeve janë. Por sa di do zgjat festivali dhe të flasim edhe për sonte, të informojmë gjithë shikuesit tonë në cilën kohë do të hapet, në çfarë vend, në mënyrë që gjithë ata që dëshirojnë të jenë pjesë të dinë vendin se ku. Ne dim që në Prizren, por në çfarë vendi Prizreni do të jetë? Festivali do zgjat deri më 11 shtator, 4 ditë do zgjat, dhe sonte në ora 17, në ora
në ora 19, në ora 7 do të jetë hapja solemne e festivalit, ku do të marrin pjesë gjithë artistë dhe mysafirë eminentë që janë të ftuar. Është rasti që shumica të vinë dhe mund të them këto shumica që më thrasin